Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur të përgatit kifle ta prap. Pse I them kifle ta prap? Sepse kur nuk kemi kohë me përgatit edhe mysafirët pa prit me zvin, po vina Neri me pi çaj, kështu që 5 minuta kohë edhe kiflet I keni hazër. Veç e bleni brumin hazër, e bani prerjerjen pra kështu, sikurse për croissant. E bani mbushen bismillah me nga një çokoladë, kështu ose me Nutella, nuk ka lidhje me çka doni, mundeni me mbush edhe me djath. 30 gram me gjalp I kemi shkri, furrën e lëshoja në temperaturë 180 gradë që të nxehet edhe veç I mbështjellën gjithë të qa. 5 minuta kohë, kiflet në tepsi, në furrë edhe në tavolinë mirë se veni që shenjani mirë, hajde një kur I qitë mëj, vallaj një qita sip keni thirë jo. Shpejt, I rrokullisim shto edhe I bojna hazër, I qesim në tepsin ku e kemi qitë edhe letrën për pjekje, për mi I lyna pra me gjalp të shkrirë, 30 gram me gjalp edhe I fusim në furrën e nxehur, pra në temperaturë 180 gradë që të pjeken. E përgatitim brumin po ashtu vetë, por se që thash këtu janë kiflet ta prap. E shifni vetë, sa shpejt shkon procedura. E morim tash gjalpën e shkrijer, pra 30 gram gjalp edhe I lyna për mi kiflet. Furra veç është nxehur hazër, sa të mujna me I ly edhe me shti në furrën e nxehur, pra në temperaturë 180 gradë. Njeve në befshin mirë, kiflet I kom pjek pra në temperaturë 180 gradë për 30 minuta. Qaj e hazër, byrëm kushin E për qaj të Neri, ju mirë pres. Dolin shumë të shishme, ja vlen me të vërtet të përvani edhe të për shpejta, 5 minuta punë, veç me mështjel, drejten furrë edhe mysafirëve ju befshin mirë. Ju përshëndes për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia, faleminderit për provojen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them mirë pofshim.